Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Kjo është shtëpia e ekskavatorit Scoop. Scoopi ende po fle. Oh, alarmi! Zgjohu, Scoopi! Është koha për të ngritur. Robotët erdhën për t'ju vizituar. Nuk ju dëgjon. Trokitini më fort. Enët janë ende mbi banak. Scoopi u premtoi robotëve t'ju bënte një byrek, por sot kishte shumë gjumë. Përshëndetje, robot. Urdhëroni, hyni brenda. Robotët po kërkojnë byrekun e premtuar. Si do ta përgatitësh ti brumin shpejt? A e di ti, Leo? Në karoseri, Leo paska pas pjesët e një përzierësi brumi. Me përzierësen e brumit, do e bëjmë byrekun shumë shpejt. Le të bashkojmë në fillim 2 pjesët portokalli. Vendosim pjesën e kuqe dhe e bashkojmë me pjesën portokalli me bulona blu. Ky është një mekanizëm rrotullues. Kjo është pjesa më e madhe e përzierëses së brumit. Brenda futet edhe një motor. Atij është bashkangjitur një rrahse, e cila rrotullohet dhe përzien brumin. Tani është gati. Scoopi, ndize! Përzierësi punon shumë mirë, por më duket se diçka I mungon. Scoopi, po ku do ta përzijejmë brumin? A është e përshtatshme kjo pjatë? Tasi roz është shumë I vogël. Po, tasi blu është I mrekullueshëm. Është I thellë dhe I madh sa duhet. Tani hidhni mielin dhe sheqerin. Shtojmë edhe 2 vezë. Ndizeni përzierësin. Scoopi, ndryshoje shpejtësinë. Lëre rrahsen të rrotullohet më shpejt. Brumi më në fund është gati. Piruni solli lule shtrydhe. Miqtan do të bëjnë një byrek me lule shtrydhe.
Tani piqeni byrekun në furr. Sa i bukur që ka dalë. Tani mund ta prisni në copa. Ne mund të ham edhe jashtë, sepse sot është një ditë shumë e bukur. Ju bëft mirë që të gjithëve. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion i vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jenë sjell tek ju. Shikoni, ja ku është kamioni Leo, i cili po vjen në sheshin ton. Çfarë mendoni se ka ngarkuar sot ai? Oh, rruga është plot me mbeturina. Duhet t'i pastrojmë sa më shpejt. Leo, po ku po shkon? Kush do t'i heq këto mbeturina? O, ti do të ndërtosh një makinë pastrimi dhe ajo do t'i mbledh të gjitha mbeturinat. O, sa mendim i mirë! Le t'i montojmë shpejt të gjitha pjesët. Kabina. Dy ndenjëset. Paneli i pajisjeve të drejtimit. Timoni. Dhe dyert. Ja ku janë edhe rrotat. Dy rrota në këtë anë dhe dy rrota në anën tjetër. Dhe ky është një fener rrotullues. Leo, po si do t'i pastrojmë mbeturinat? Pastruesi jon ka nevojë për 2 furça. A do shkojmë t'i gjejmë ato? Ato nuk janë këtu. Po, çfarë janë këto midis luleve? Shiko me kujdes, Leo. Ja pra ku qënë kanë të 2 furçat. Tani merri ato me vete. Ura!
yje. Tani kamioni jon pastrues mund të shkojë dhe të pastrojë mbeturinat. Leo është një kamion që neve na ndihmon. Makinat si ti ndërtojmë, ai na mëson. Ky kamion I vogël blu punon për çdo ditë. Gjëra treja të mësojnë që të gjithë fëmijët. Leo, Leo, ti jen sjell tek ju. Shikoni atje, po vjen një kamion I vogël. Emri I tij është Leo. Oh, shikoni një pemë të bardhë. Kjo duket si një pemë molle. Por kjo është e gjitha e bardhë. Leo, mos duhet ta ngjyrosim? Ja ku janë dhe bojrat. Çfarë bojrash do të na duhen për të ngjyrosur pemën e mollës? Ngjyra e gjelbërt. Ngjyra kafe. Ngjyra e verdhë. Ngjyra e kuqe. Dhe ngjyra blu. Shumë mirë. Le të shkojmë e ta ngjyrosim. A mund ta ndihmoni Leon të emërtojë ngjyrat? Ngjyra kafe. Ngjyra kafe është për trupin e pemës. Ngjyra e gjelbërt. Ngjyra e gjelbërt është për të ngjyrosur gjethet. Sa bukur. Na duhet të vazhdojmë, Leo. Ngjyra e verdhë. E verdha është për mollët që nuk janë pjekur ende. Ngjyra blu. Leo, a mund t'jenë mollët blu? Jo, po çfarë ngjyre na duhet atëhere? Ngjyra e kuqe. Sepse mollët e pjekura janë ngjyrë të kuqe.
Të lumt, Leo. Është një pemë molle shumë e bukur.